E keni një orë që ju shfaqet në emisionet televizive, nuk është Rolex, nuk... Që këtë, kjo është ka 35 vjetë, ma ka thonë një mik I cili nuk jeton më. Po është e lirë. Është rada vjetër. Është prej atyre Rolex që kushton mbi 20.000 euro. Kjo nuk e dia kushton 2.000 franga apo jo. E keni dhurat nga një miku ju. Edhe se kom ndru, edhe e kam mërzi të baj me vete saltanate shumë, po profesioni im kërkon një veshe, për ndryshe, kur kam qenë I ri, kishte gjeneratës time që mashin asi Zinxhir, po, të arit. Si lugarit që burat mirë, po ka qenë gabim sa atë, ka qenë ma ndryshe, tash ndryshe mendoj se njerëzit janë të lirë, si duhet. Sigurisht, po, është stili. Po, sigurisht, atëherë ndryshe mi qenë. Po, zoti thatë që unë duhet t'ju falenderoj për këtë bashkëbisedim të hapur, mendoj që arritëm të shpjegojmë shumë çështje që ngelin kështu në opinionin publik të hapura, të bashkëshpjeguara, besoj që ja kemi arritur sa do pak qëllim. Falenderit juve shumë për ftesën, po të thënë në fjalinë ose se të ndohesh. Pyetjet kanë qenë të rënda shumë. Të gjithëve mund të duken se s'kanë qenë, po unë e kam kuptuar mesazhin. Pyetjet ishin të rënda, unë jam mundu me gjithë kapacitetet e mia që të përgjigjem seriozisht. Ndoshta kam gabuar dokun, po kjo ka qenë vetëm nga aspekti që të jem në një korrelacion të raportit të respektit drejt për drejt të njeriut që mi thot disa gjëra që s'm pëlqejnë. Zoti thotë që ju e thoni shpesh që jeni politikan I vjetër, por dal nga dal edhe unë duhet nis ta përdor që jam gazetar I vjetër. Ja. Largje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ju.